I invite Mr. Klauk Kovicka. Është përfaqësimi i parë i tij jashtë vendit pas marrjes së detyrës së re. Ministri i Punëve të Jashtme Klauk Konjufca prezantoi shtetin e Kosovës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Nga kjo mbledhje, Konjufca kërkoi që Serbia të përballet me realitetin dhe ta njohë sovranitetin e Kosovës. Pengesë ndaj paqes dhe normalizimit të marrëdhënieve mbetet Serbia që as nuk është e interesuar të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën e as të hyjë në BE. I bëjmë thirrje Serbisë të ballafaqohet me realitetin e vet dhe ta njohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran. Konjufca theksoi edhe nevojën e gjykimit të kryerësve të sulmit në Banjsk. Si Kosova, ashtu edhe BE-ja ka bërë thirrje për vendosjen e llogaridhënies për këto 3 vjet. Beogradi ka trajnuar e tani i mbron kryerësit e këtij akti terrorist. Nuk mund t'i besojmë Serbisë, nuk mund të normalizojmë marrëdhëniet pa llogaridhënie të qartë e garanci për ndalim të agresionit. Se sulmuesit e Banjskës dhe Ibër Lepencet duhet të mbahen përgjegjës, e tha edhe udhëheqësi i misionit të UNMIK-ut. Në raportin e tij 6 mujor, Petër Du vlerësoi se ka progres edhe në çështjen e dialogut së fundme. Është e rëndësishme që Beogradi dhe Prishtina ta shfrytëzojnë këtë moment, duke avancuar edhe zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese për fshi krijimin e asociacionit Bashkësisë së Komunave me shumicë serbe. Shpresoj që një takim i nivelit të lartë ndërmjet presidentit Vučić dhe kryeministrit Kurtit të zhvillohet në një të ardhmen të afërt. Në anën tjetër, nga pala serbe u pretendua se serbët në Kosovë vazhdojnë të shtypen. Vetëm në 2025, 137 incidente me motive etnike janë regjistruar. Shtypja e komuniteteve nuk ndodh brenda NATO-s, por zhvillohet në faza të dallueshme. Një mesazh për Konjufcën në Xhuriç e pati përfaqësuesja e SBA-s në OKB. Mesazhi jon për Xhuriç dhe Konjufcën është i thjeshtë. Rruga e vetme përpara është normalizimi. Trump dhe amerikanët po dëgjojnë me kujdes sa që ju të zotoheni qartë për të punuar e prosperuar së bashku. Ndër të tjera, zhbrus potencoi edhe nevojën e mbylljes së misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Gjatë kësaj mbledhje nga UNMIK u vlerësua procesi zgjedhjeve të dhjetorit në Kosovë, si dhe u pa pozitive dhe mënyra se si është gjetur zgjidhja për çështjen e ligjit për të huajt. Po ashtu u bë thirrje për ruajtje të pavarësisë së gazetarëve.